në Vlorë dhe Po të kishte qenë bashkë me... Dhe 5.700 vota të nismës po dëm në Fier. Pra këtu është një lloj mungese e taktikës së një politikanë të ri si Lapaj që nuk arriti të kuptonte. Nëse do kishte qenë proporcional kombëtar, po, absolutisht për treguar diferencën e sistemit. Sistemi për shembull aty ku jetë, ajo qarku i Fierit. Po. Pse merr 70 e ca mijë, pra është 2 herë më shumë se sa 2.3 herë më shumë se sa PD-ja, po merr trafishin e mandateve. 12 me 4. Është dhe imagjino shumëzohej këtë me gjithë Shqipërinë. Dil pak e niveli kombëtar, se nga aty duhet nisur analiza dhe çfarë ndodh pastaj. Po. Atëherë, PS-ja sot është në 52.5% votave. Po. Në vitin 2021 ishte në 48.7% votave. Do të shritur me 3.9% votave, 3.8% ose për të rrumbullakosur me 4% votave. E ka thënë Tafani, është e pa precedent që një qeveri në mandatin e 4 rritet me 4%. Nuk është problemi aty. Nuk është problemi aty. Jo, dhe kjo është. Jo, nuk duhet ta shikosh në pikë përqindje se ajo është historinë vete. Nuk është kjo ajo që duhet të them unë. Problemi që ndodh është kjo. Në 4 pikë përqindje, që do të thotë me 4 pikë përqindje, kjo qeveria do marrë 10 mandate më shumë. Me vetëm 4 pikë përqindje rritje. Do shkoj me 10 mandate më shumë. Shkoj 10 mandate sepse ka rënë me 12% PD. Po s'është sistemi pra. Po ka rënë 12, sepse vërtet është rritur me 4, po ka rënë me 12 dhe diferenca është 16. Bëhet 16, po është vërtet kjo. Po sistemi e thamë që është i tillë. Krijon në mënyrë të pandershme një përfaqësim proporcional në raport me nivelin e votave në rang kombëtar. Ky është problemi që kemi me këtë sistem në zotëri dashur. Nëse ti do kishe 52% votave në rang kombëtar, do merrje 73 mandate. Kur ti ke 52% votave në të copëzuar në këtë formë, merr 85 mandate. Do përfundojnë këtë 85 mandate ta. Si do të përfundojnë 85? Ja ku i ke personat që e kanë bërë atë sistemi elektoral. Po ke Lezhën, ke Tiranën. Atje e ke, gjithë, do të thënë duke filluar nga Berisha, Basha, Shehi, Rama, gjithë ata aty kanë votuar për këtë sistem 2007-2008. Kështu që nuk e se bëndë ndryshimet e... Megjithatë, të kjo këtu mund të ishte për shumë që të ishte organizuar që grafikisht më bukur që a i të kishte dalë më në ekstrem, do më thënë, këtu? Jo, një sekund, kjo... Dhe dilte spektri më... Kjo është nga majtas të djathtas, po pikërisht po duhet kalon të më majtas se sa Rama. Jesh më majtas se Rama. Okej. Do të kështë njësër në Arlin Qo. Mirë, dakor. Ne po flasim për... Ju lutem regjia, kalo pak të plazma për të kuptuar se për çfarë po fliste Tafani. Ka një gjë, edhe realiteti politik të fatisht është pak i egër. Pra kërkon një lloj agresiviteti politik, pra nuk kërkon ato burrat e mia, ja ku ke merr Rezartin, janë mbledh ca burrat mirë atje, me Dashin, me ata, po çdo, nuk janë mund të jenë për xhami, po aty s'është dakord edhe Dashi. Ka një po fliste pikërisht për këtë tabelë. Po kjo lidhet me fituesin dhe ndoshta këtu një koment do doja. Nëse Shehaj në Shkozë është duke luftuar për një vot, po bën namin. Kush? Shehaj, Agron Shehaj. Agron Shehaj në Shkozë kërkon të rinumërohet përsëri sepse po bën ta shohim pak Agron Shehaj në Tiranë, shohim se çfarë është Shkoza. Tiranë besoj bie njësia Shkoza, cila njësi bie? Nuk e di, duke dalë dyshi. Njësia 2. Tirana, shohim dyshin e Tiranës. Njësia bashkiake 5, 6. Po, shikoj që se... Më djathtas? Se duke sikur nuk e njeh Tiranën, është këtë më. Jo, qartë, po. Shkoza. Njëshi. Dyshi. Aty, më poshtë. Kjo është. Okej. Dyshi atëherë, këtu kemi Partinë Socialiste, këtu ka një rënje të lehtë, mundësia po thua. Po. 2041 vota. Pikrisht. Po, është më lartë se sa trendi i Tiranës. Okej. Pra këtu të njësia 2... Njësia 2 është se duket basioni... Ai e shkon si një vend që baston. Edhe një kuti ka ngelur aty. Mund të shohësh pak njësitë e tjera aty? Po, patjetër. Se du të shoh ku ka ngel vota pa u numëruar. Që të kuptojmë trendin. Atëherë, njësia 1. Ke sa Zallbastarin pa numër. Njësia 1, kemi këtë 15 kuti në njësi 1, këtu ka një rënje të ndjeshme të socialistëve. Ndërkohë këtu prap socialdemokratët janë lartë, shumë 7%. Pas kanë marrë votat e socialistëve në zonë. Po.
Njësi numër 1. 15 kuti për të votuar. Shoj pak njësi numër 5 të zotit Braçe, i cili e ka fiksim votën. Këtu kemi edhe këtu njësia 5 bie prapë Partia Socialiste me 2.3%, ndërkohë kush rritet këtu është mundësia 7.3, është ajo që ju thatë, pra bastioni i zotit edhe bashk. Edhe bashk. Që do thot me këto ritme, edhe se prandaj duhet dalë në mikro për të parë situatën tamam. Këtu kemi pothuajse edhe gjysmën e kutive. 50 kuti për të numëruar. Në 50 kuti, lëvizja bashkëtu rritet me 4.6% votave. Që do të thotë, me këtë trend rritje, a i të rritet më shumë se mesatare që nevojitet për të ruajtur mandatin. Okej. Do e ruaj mandatin. Do të ruaj mandatin. Kështu që në këto kushte, kjo rritje jep mundësin që të rritet të ruaj mandatin, dhe bëhet fjalë për... Janë mbar votash. Dhe bëhet fjalë që janë akoma 50 kuti, është më shumë se gjysma. E po misë, Tirana ka 300 pa numëruar. Nëse mund të shkojmë njësin 6, po, patjetër. sepse është si bastion personali i zotit Gonxhe. Në ty. Njësia 6. Po. Atëherë këtu edhe këtu kemi rënje të lehtë, vetë pas Kuqani pas ka fituar Faik, kështu që je ballart kësaj radhe, më duket tek PS-ja. Kjo është për t'ju thënë gjitha partive që kujdes me figurat. Kujdes me figura, kjo është shumë interesante. Nuk vjen vota... Me sa duket do jetë penduar... Nga kati 5 nga kati 4 nuk vjen vota, vota vjen nga terreni. Do jetë penduar LSI-ja që e la një figurë si Faik Bashk. LSI-ja që bënda se tash Faikut mund të ashu. Nxorri vetëm Ilir Metën të këtu... Ishte hapur, qa faj kishte? Po pra, ishte ndarja e brëndshme. Ndarja e brëndshme. Se nuk e kje dhe 4... Do ta kishe paj qikë për para këtë pjesë. Tu prap, mundësia është në nivellit e votës përgjithshme, 4.9... Në nivellit mesatar të saj. Po, në nivellit mesatar. Oke, këto ishë, nuk e di nëse ka në një... Shojmë dhe njësi tjetër, njësia 7... Këtu, të njësia 7, tu edhe këtu rënje ndjeshme e PS-s, rënje ndjeshme e PD-s, 7.4 mundësia, edhe këtu shfaqet Agron Shej, pra po thuaj se njësia 5, njësia 7, janë 2 dhe njësia numër 2. Shikoni diçka, sepse kur thuhet qarku Tiranë, po, pa tjetër, ka disa, nuk është vetëm Tirana. Është qyteti, po, pa tjetër, janë disa bashki. Bashkia dhe këtu. Dhe po të vësh, shkote Bashkia Tiranë, si është Bashkia Tiranë? Po, Bashkia Tiranë ishte vota... Në një farë mënyrë kjo është... Një më mbrapa. Po. Bashkia Tiranë, po ta vëshre, jo, pa klikuar, është si që është. Jo, e qartë, po. Bashkia Tiranë, po ta vëshre, do më thënë, Partia Mundësia është më lartë se sa nisma, do më thënë, është goxha, është 5.8%. Po. Zbrit pak u po. Dhe po të kalosh në qikë më poshtë, 3.2. 3.2, janë më lartë. Por të kalosh në qarkë, sepse këtu të Bashkia Tiranë ta kanë futur dhe Farkën dhe Dajtin e këto tjera që nuk mish do ishte qyteti Tiranë. Qyteti Tiranë e kalon dot? Po. Së është më njësi qyteti Tiranë, nuk e kalon qytetin. Tiranë qytet. Kjo është Tiranë qytet. Po ta vëshre në Tiranë qytet, mundësia dhe bashk janë më lartë se sa nisma thurje dhe kjo. Duke pasur parasysh që votuesit e Tiranës janë, le të themi, pak më të avancuar se votuesit e tjerë në pjesën tjetër të Shqipërisë, do të thonë ka qenë gjithmonë të prirur për gjëra të reja. Kjo këtu tregon diçka të veçantë që të dyja këto parti kanë munduar të krijojnë një profil politik dhe ideologjik. Ne e dimë se ç'është është profili politik dhe ideologjik. I Alin Çorri. Po. Kështu që njerëzit e kanë ditur se çfarë profili ka. Po. Dhe njëkohësisht Agron Shej ka pasur avantazhin që nuk ka marrë shumë mëkate në APD sepse ka qenë i ardhur rishtas në APD dhe ka munduar të krijojë profilin e një personi, biznesmeni, i djathtë për taksat vogla e tjerë dhe që krijoi atë profilin e të djathtë. Dhe këto dy profile spikasin ndaj një profili paksa amorf të Shqipëria bërët. Po, lapajt. Është paksa amorf, nuk ka një... Nuk merret vesh kush, as majtas as djatës. Del si antisistem ndonjëherë, ndjerë si majtas, njerëz në qendër. Me dikte morale. Dhe kjo e ka bërë që këto dy parti të premiohen në qytetin e Tiranës. Pra, dhe vetë shqiptarët, ose të paktën ata që janë qytetarë që votojnë pak më ndryshe se sa pjesa tjetër e teritorit Republikës Shqipërisë, premiojnë ato parti që ka një identitet
të tyren. Mirë, tu jemi... Nuk është se nuk ka identitet Shej dhe Bashët e por janë penalizuar nga fakti që kanë qenë shumë afër PD-s, dhe kjo ka qenë një vot kundër PD-s. Kjo për faktin që Basha dhe kanë këtë rezultat. Po, që kanë këtë rezultat. Je dakord të Kthubi? Mendoj që është një nga arsyet pse. Dhe diçka tjetër, me që për sa i përket dhe punës procesit zgjedhor, domethënë mbarvajtjes procesit zgjedhor. Është e vërtet që ka pasur përdoritë administratës se historikisht kështu ka ndodhur, derisa e tha dhe OSBE-ja, po themi, po e marrim si arbitër, derisa ata thanë që OSBE-ja ka 11 palë zgjedhje që thotë një të gjë. Ne themi sa gjëra përpari duket që 11 palë një sekond, jam i bindur. Një hap para, dy hap më duket që ata vetëm ndryshojnë datën e raportit. Ashtu janë shumë raporte. Sepse ato kanë rolin monitorues dhe rekomandues. Kaq. Pastaj është klasa politike këtu që do ta bëjë reformën. Dhe nëse nuk ka probleme, nëse s'ka problema, jeni mirë ju. Vazhdoni më zotëri. Jam dakord me këtë pjesë. Jam dakord edhe me pjesën që është përdorur administrata e bla bla bla. Kjo është një histori që dihen në Shqipëri. Madje kjo i ka dhënë thjesht për shtuar pak alibim për ka dhe tjetër që kemi folur këtu që standardi ka rënë që në momentin në një farë mënyre që në momentin kur presidenti vuri data 11 që ishte data e turit që u bë marketingu i PS-s për shkak të turit, qoftë edhe për faktin që u lejua votimi me post që krijoi dy standarde për shqiptarët që janë brenda qendra votimit ta merrte celularin atje merr fletën voto si dush e bëj çfarë dush, pra që është prishur standardi në këtë drejtim. Por, fakti që mundësia Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashkë marrin vota duke u nisur në zero dhe marrin mandate, tregon që nuk është manipuluar. Nuk është, domethënë, po të kishe pasur ti një identitet politik, po të kishe luftuar dhe po të doni njerëzit të të votonin, votën ta viste njëri dhe faleminderit Tafani. Ndërkohë ka investuar në PR, ka investuar në struktura, ka investuar në gjithçka tjetër. Po në mënyrë absolute nuk është marrë me pazaret e me këto gjëra. Shkojmë pak te Berati se po shkon drejt fundit, janë vetëm 2 kuti, të cilat në një farë mënyrë nuk është se mund të prodhojnë diçka më tepër. 5-2 janë mandatet e Beratit, ndërsa këtu Nisma e shikoni pra edhe këtu një tjetër fenomen ku Nisma Shqipëria bëhet me 7%, por nuk arrin dot të marrë një mandat. Pra duket nga njerë të vjen dhe keqë, se janë disa vota që shkojnë dëmë. Si projekcion këtë? Si projekcion, po s'ka, besoj 2 kutis, besoj se kemi në një. Jo, se të tërgonë se mësa mund të meret një mandat, dhe mësa humbë një mandat. Oke, ja ku është? Ndryshon gjë. Nuk ndryshon për votë diasporës. Votë diasporës për Berati, po është dhe votë diasporës. Votë diasporës 70% me 13% të merë i madhë. Qëfar diaspore? Po, kjo është rezultati PS-s dikur. I kishim shpresat e diaspora, më thënë. Nuk ndodhë gjë se janë vetëm 12-13.000 vota. Nuk ndryshon gjë sepse për 7 sa janë aty 6-1 është shumë diferencë madhe. Shiko sa interesante në diaspor, po thuaj se Nisma ka paka shumë, jo paka shumë, po, është afër votës PD-s. Po, nuk... Se këtu është dhe vota e LSI-s ka më shtypjen, te vota e PD-s. Po. Për Beratën dhe... është futur bashkë, dhe më thënë, dhe me sa shikohet, unë jam kurios, shikoj se sa vota do marri Zoti Ilir Meta në Tiranë, dhe më thënë. Deri tani ka pak vota në 110 dhe vorë, rezultatën diku tek mos gaboj më pak se 300 vota. Dhe ato tregojnë, shiko, ato janë shumë treguese sepse gjithë votat e LSI-s do shkojnë aty. Nuk ka vend tjetër ku të shkojnë votat e LSI-s. E ish LSI-s, tani është PL-ja domethënë. Unë nuk e di fatikisht se politiku mund të jetë kush janë njësit. Dhe në qoftë se për tani ka ngel vetëm Selia, rezultati personali i Ilir Metës do jetë rezultati i PL-s. Ky është problemi. Në total dhe me atë trend që kam parë unë, ka mundësi që të marri më pak vota se sa ka marrë Nisma Thurje në 2021. Ilir Meta. Po. 2021 Thurje mos gaboj 8.000 vota. 8.000 vota. Nuk i kalon. Jo, më pak, është më pak. Kështu që praktikisht kthehet në Ilir Meta nuk e kemi për momentin saktësisht, po gjithsesi kjo dhe ajo tregon pastaj që gjithë ajo sakrifisë ka bërë PD-ja për të hequr figura, për të hequr figura nga
nga PD-ja dhe i ka mbushur. Kalim Mehmeti dhe Juri Tabakut, nëse do jenë 14 është mbyllur kjo histori. Do të thonë, nëse PD-ja përfundon në 13 në Tiranë, dikush midis Ali Mehmeti dhe Tabakut do ngeli jashtë. Do ngelet jashtë. Dhe do jenë futur ndërkohë. Vetëm mas sqaron do të pak Rezi, meqense e njeh shumë mirë kodin. Zoja Tabaku, në qoftë se PD merr 13 mandate, mandati 13 do t'ishte favorizuar për shkak se në listën e mbyllur PD ka më pak gra? Pra, mandati 13 do t'ishte detyrimisht një grua pavarësisht të renditjes apo jo? Jo, varet nga raporti meshkuj-femër në pjesën e 12-qës, që do të thotë, nëse në pjesën e 12-qës është shkruar raporti 2-1, s'ka 2 gra ka aty, në 12 Nuk burra. është shkruajtur, e merr Tabaku. Nëse nuk është shkruar mandati 13 është femër. Ja një sekond, faleminderit që ma sqarove, sepse e doja këtë sqarim dhe ta jap përgjigjen sa ka PD-ja në listën e mbyllur të Tiranës. Mos gaboj, ka vetëm 2 gra, zonja Mesila Doda dhe Albana Vokshi. Është Josefina Topalli. Është Josefina Topalli. Janë 3. Pra është plotësuar, është Nuk ta lejon ligji, duhen 3 patjetër. Pa lejon të KQZ, vetëm rastin e Durrësit ka ndodhur një. Shiko, 4 është. Jorita sido që t'jetë puna do ta është dhe Erisa Xhixho, jo, ndjes. Atëherë pra këtu është respektuar kuota gjinore, kështu që ai që merr më shumë vota i del në Tiranë. Nuk ka rëndësi të jetë burra apo grua. Mirë, këtu kemi qarkun Durrës, kthupi qarku yt dhe ndërkohë një analizë detajuar për Durrësin që në një farë mënyre ishte qarku më statik. Nuk është se ka ndryshime, edhe pse Durrësi njihet për, le themi, dinamikë, ndryshon her pas here, ka politik, por kësaj radhe ka një rritje të PS-s, rënja e PD-s, por mandatet po thuajse janë të paprekur. Nuk e di nëse këtu ka mundësi kthupi për ndonjë lart poshtë, jo, është e pamundur. Pra, i duhen 5.600 vota, ndërkohë PD-s i duhen 3.700 vota për ta humbur mandatin e 6. Është diçka pothuajse e pamundur. Shohim dhe votën e diasporës. Nuk do shikoja kaq të thjeshtë situatën. Po vota diasporës 65-24 ndikon? Rreth 20.000 vota diaspore për të ardhur. Po. Kështu që çështja që shtrohet është e tillë. Po të kthehesh 20.000 ke tabela e Durrësit? E qarkut, jo kjo. Po, e qarkut Durrës, po. Atëre. Rezultati në qark në 2021-shin, po, ja një sekond. Ka qenë Partia Socialiste 76.000 vota, Partia Demokratike 63.000 vota dhe 9.400 vota i mori LSI-ja. Kështu që çështja që shtrohet, në diferenca reale ndërmjet dy grupeve dhe rezultati u ndan 8-6. Diferenca reale ndërmjet dy grupeve ishte 13.000 vota. Dhe për 13.000 vota, Partia Socialiste arriti të merrte 2 mandate më shumë, sepse te kaloi atë që ishte niveli një mandati ishte 11.000 e diçka vota. Çështja që shtrohet është nëse diferenca ndërmjet PS-s dhe PD-s do të kalojë rangun e 22.000 votave. A ruhet më ekuilibri 8-6 apo kalojmë një ekuilibër të ri që është 9-5? Kjo është pikpyetja e madhe. Pra sot jemi në 15.000 vota. Po, dhe sa duhet të kaloj? Nëse kalon nivelin e 22.000 votave. Në këto vota që kanë mbetur, është e mundur në këtë kuti? Janë 120 kuti për të numëruar në Durrës, në 120 kuti, nëse ruhet ky trend me 52% votave, Partia Socialiste nuk do e kaloj nivelin 72.000, 73.000 votave. Është dhe një... Që të thotë është e pamundur të marrë mandat të nëndë. Jo, po është vota e diasporës dhe vota e diasporës. Do ta bëj diferencën e madhe. Dhe në votën e diasporës raporti është 1-2. Ja ku është 65-24. Është 1-2, jo, është 1-3 fare. Gjithmonë vota diasporës... Në 1-3, nëse raporti ngelet 1-3, zotëri dashur, historia do të jetë që në 20.000 vota, në 1-3 është 60% e votave në 20.000 janë 12.000 vota. Në 6 janë... Me 4.